jam ulur me to, kam biseduar me gjitha shoqatat nga veriu në jug, i di shqetësimet që ato kanë, e di betejën që ato kanë në të gjitha nivelet e gjykatave në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, dhe ligji investime strategjike veçanërisht atje për në jug ka krijuar një dëm të jashtëzakonshëm, sepse pronën e zotërisë merr me vlerë VKM-je, me çmim reference, ja jep një investitori strategjik dhe nxjerr pronarin jashtë logje. Ky ligj investime strategjike, ligji i korporatës investimeve që bën të njëjtën gjë, ligji i legalizimeve që ka 20 vite, i cili sot përsëri ka dështuar se kemi 216.000 legalizime të pa përfunduara dosje që janë atje, janë ligje që në vetë janë konfliktuale me njëra tjetrën. Dhe sigurisht duhet gjetur një balancë e këtij realiteti. Megjithatë, është i realizueshëm ky premtim që bën Partia Demokratike për ta kthyer aty ku mundet dhe për të kompensuar me vlerën e tregut. Pasi zotëria po thoshte edhe unë po të jem kryeministër, më duket se është e pamundur për ta bërë. Shiko, kur erdhi në 2013 në pushtet, Edi Rama tha që do kthej pronën ke i Zoti. Nuk kisha asnjë dyshim që s'kishte për ta bërë. E di pse s'kishte për ta bërë, se për këtë çështje që kjo të bëhet duhet së pari vullnet politik. Vullneti politik vjen me fondin e kompensimit fizik, i gjithë në dispozicion të pronarëve, ndërkohë që vendimet e para që ato morën ishte fondin bujqësor, e morën dhe e kthyen, fondin e pronave e morën dhe e kthyen në një fond bujqësor dhe e dhanë pastaj për përdorime investitorësh, dhe e dyta ishte çështja e mungesës së vullnetit politik me gjithë këto ligjet e tjera që unë përmenda. Dhe kanë trajtuar çështjen e pronës si një çështje që lidhet me procesin e integrimit, se na duhet 2 ligje që të bëjmë një tik aty tek lista. Kjo është arsyeja pse është bërë ligji i pronave, se është kërkuar në procesin e integrimit zgjidhja për çështjen e pronave dhe theksohet të minoriteteve, dhe qeveria shqiptare gjeti këtë zgjidhje që ju duk më e lehta për të hequr pronarët nga vetja. Unë mendoj që sot së pari ka nevojë për vullnet politik. Sot ka nevojë për gjitha fondet e pronave, tokave, fondet fizike të vendosen në funksion të kompensimit fizik të pronarëve, dhe së dyti angazhimi një fondi buxhetor i cili duhet jetë i konsiderueshëm. Çështja Manushaqe Puto në Strasburg i ka hapur Shqipërisë rrugën për një kompensim pronash me vlerën e tregut, të cilët nuk duhet kishte asnjë dyshim që do ndodhte. E kuptoj. Dhe edhe zoti Vorsi përmendi edhe një vështirësi tjetër në fakt, dhe një lloj e quajti të qëllimshme për pronarët, sepse në këto urdhrat ekzekutive, vendimet e gjykatave që zakonisht merren me vendimin e gjykatës së apelit për pronarët, vetëm për pronarët saj do duhet të jetë një vendim nga gjykata e lartë, dhe procesi krijon vështirësi shumë. Procesi zgjat më shumë se çdo lloj procesi tjetër që të aktivizohet gjykata e lartë për këtë çështje, sigurisht që kërkon një angazhim më të madh. Gjykata e lartë ka pasur shumë çështje pending aty të mbetura, prandaj është akoma më komplekse. Unë do të ndaj vetëm një eksperiencë personale. Në vitin 2009, kur jam futur për herë të parë në politikë, Merita, kam dalë nga salla e fakultetit si pedagoge me kostum dhe me taka, dhe jam përballur me një grup banorësh të Bregu Lumit që ankoheshin pse ligji i legalizimeve nuk po zbatoi si duaj, edhe më kërkonin mua llogari, sepse sigurisht ishte qeverisja e Partisë Demokratike. Që nga ai moment kanë kaluar shumë vite tashmë dhe çështja e legalizimeve është akoma e pasgjitur, po është dhe çështja e pronave e pasgjitur. Unë mendoj që ne duhet kemi vullnet hekur për të zgjidhur të dyja paralelisht, për të marrë me realitetin kështu siç është, sepse nuk e ndryshojmë dot, por për të pasur prioritet kryesor pronën tek i Zoti. Okej, socialistët ndërkohë po e bëjnë fushatën në të ashtu quajturën paketa e maleve, si një lloj nisme që ata synojnë që emigrantët apo dikush që edhe është vendosur dhe nuk po e punon pronën të kenë një mundësi që të kthehen te toka e tyre dhe të investojnë. Nësa ju kam dëgjuar ju në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, keni pasur kontestimet tuaja dhe dyshimet tuaja mbi qëllimin final të këtij ligji. Në Shkodër, para 2 ditësh, ishin kryeministri Rama dhe një pjesë e ministrave në kuadër të turit elektoral dhe folën për këtë paket. Unë ju propozoj ta ndjekim fillimisht çfarë tha kryeministri Rama dhe ministri për pushtetin vendor Arbian Mazniku dhe e diskutojmë edhe këtë moment. Nuk kam nevojë ta dëgjoj se e di çfarë do thon, po për respekt të emisionit sigurisht. Për ta kuptuar disi edhe teleshikuesit mbi atë procedurë që synohet që të jepet deri në finale, që prona mund të jepet edhe me €1 për pronarin që do të jepet kjo certifikatet për ta zhvilluar pronën. E ndjekim edhe diskutojmë.